shef pasaportën dhe bën pyetjet që i kemi dëgjuar aq herë sa kemi hyrë në kufit e Bashkimit Evropian. Ku po shkon? Kush të ka ftuar? Ke hotel të rezervuar? Ke lek me vete? Sa do rish? Kur do ikësh? Pra, është e vetmja derë që mund të trokasësh, ku të thonë kur do ikësh, pa të lënë akoma të hysh brenda. Dhe mbasi ne hym brenda me pasaportën që kemi sot, ne duhet ikim, të vim mbrapsht, sepse po të duam të qëndrojmë, aty pastaj o duhet të kërkojmë azil dhe të bëjmë sikur jemi të persekutuar dhe sikur po vim nga Siria, o të rrim ilegalisht edhe të përpiqemi të punojmë në zezë, sepse leje qëndrimi dhe leje pune nuk na jep dot njëri. Nuk marrim dot në këtë formë, duke me demek lëvizim lirisht. Dhe për këtë arsye, kur hikin bullgarët, kur hikin kroatët, kur hikin të tjerët në perëndim dhe ndalojnë aty për të punuar, nuk i regjistron njeri dhe nuk duken gjëkundi si njerëz që kanë ikur nga vendi i tyre për të shkuar në një vend tjetër, apo kur ikin italianët e jugut, ose kur ikin grekët, ose kur ikin portugezët, ndërkohë që ne dalim atje në listë sikur jemi të vetmit që lëvizim dhe që ikim. Ndërkohë lëvizja, mobiliteti brenda tregut të madh të Bashkimit Evropian është normë e zakonshme. Kjo do të thotë që me pasaportën e Bashkimit Evropian, me pasaportën që e marrim me njëherë sa po bëhemi antar të Bashkimit Evropian, çdo shqiptare, pavarësisht nga mosha, pavarësisht se a ka lek me vete, a s'ka lek me vete, pavarësisht se a ka ftesë, a s'ka ftesë, mjafton që të marrë rrugën dhe mund të ndaloj ku të dojë në Bashkimin Evropian. Dhe ka të njëjtat liri, ka të njëjtat të drejta. Mund të trokas në çdo biznes për të kërkuar punë dhe askush nuk i thot ku je, nga vjen, kush je, etj. Në kuptimin që je jo i kësaj anë të botës, po je i anë tjetër të botës, por me atë pasaport është një europian dhe një europiane që ka komsi dhe shtetësi shqiptare, por që ka njëkohësisht qytetarinë europiane dhe mund të ndaloj për punë, për studime, për pushim, për gjithçka tjetër, njësoj siç niset nga Shkodra ndalon në Korçë, apo siç niset nga Saranda dhe ndalon në Tropoj. Ky është Bashkimi Evropian dhe kjo është pasaporta, kështu që ky avokati që më citon Llazi, duhet të jetë avokat me ndonjë lodhje të posaçme që duhet marrë pak ditë pushim edhe të lexojë shumë pak rreshta lidhur me pasaportën e Bashkimit Evropian. Vazhdojmë me OZKM, po nuk mund të ngeli ora tek pasaporta evropiane se nuk na hyn më në punë, për arsye sepse s'ka më të rinj në Shqipëri. S'ka më të rinj në Shqipëri, okay. Kanë ngelur vetëm djemtë e babit. Kush janë djemtë e babit? Ky që shkruan është Alberti. Albert Alia, duam program të kthehemi, të mbushen shtëpiat me nipër e me mbesa prindërve, duam të flasim si gjuhë të parë gjuhën e nënës fëmijët tam, duam zgjidhje me të gjitha, duam ta mbrohet gjuha shqipe me ligj, sepse mirë që fëmijët po na humbasin identitetin e gjuhën për atë pak që flasin, më kanë bërë lëmsha dhe gazetarët e paraparuar. Albert, atëherë ti marrim me radhë. Ora nuk më mbeti mua tek pasaporta evropiane, por ora e historisë së vendit tonë ka qenë gjithmonë e lidhur me pamundësinë për të qenë të barabartë mes barabartësh në këtë kontinent,
ku kemi bekimin të jemi në mes, në zëmër të Europës, dhe ku kjo zëmër e Europës Shqipërinë ka pasur si një vrim, ku shqiptarët kanë vuajtur dhe janë poshtruar historikisht. Kjo është ora e historisë sonë, ora e pamundësisë. Dhe sot, ora e historisë sonë ka këtë mundësi. Një mundësi historike, pasi është hapur dera. Është hapur dera sepse ne kemi bërë më së miri detyrat tona, por dhe se ata duan të na fusin brenda në shtëpinë e tyre. Për arsye që nuk lidhen vetëm me ne. E shpjegova, që janë gjeopolitike. Dhe ne nuk mund ta humbim të shans. Siç mund të kemi humbur të tjera mundësi historike në të shkuarën. Treni i historisë kalon dhe ndalon, por nuk është si treni që niset në një stacion në tjetrin dhe e shohim, ja dëgjojmë edhe sirenën, por është një tren që e kuptojmë ose nuk e kuptojmë. E besojmë ose nuk e besojmë. E duam ose nuk e duam. Dhe për sa i përket nëse e duam apo jo, kjo nuk diskutohet, që gjithë shqiptarët e duan në mënyrën e tyre secili. Për sa i përket e besojmë apo jo, kjo është betejë për të kuptuar dhe për të besuar që këtë mundësi historike ne nuk mund ta humbasim duke u marrë me elagu se lagu e duke ngecur në për shumë e shumë cepat që vetvetiu ka jeta jonë. Kënde ende të errta, cepa ende të papastruar e kështu me radhë, sepse kjo është mbi të gjitha. Dhe ka apo s'ka të ri në Shqipëri, unë po të informoj që janë mbi çerek milion fëmijët dhe të rriturit që shkojnë në shkollë dhe studiojnë në Shqipëri, që kemi një ide. Flas për ata që janë akoma pa dalë nga bangat e shkollës, që nga fillorja deri në universitet. Pastaj ka dhe plot të tjerë. Dje isha në Sarandë dhe ishte një kënaqësi e rrallë. Takimi me një grup rreth 50, 60, 70 veta sa mund të ishin, ku shumica dërmuese ishin të rinj që ishin kthyer me studime, me sukses në ato vende ku kishin qenë dhe po kaq të suksesshëm ishin në sipërmarrjet e tyre. 16.000 votues ka Saranda në listë, do me thënë që janë të rritur dhe që mund votojnë, dhe 1 në 4 e ka sipërmarrës. E kuptove, i dashur Albert, se si është realiteti shumë më i ndryshëm nga propaganda dhe nga ato kënetat e këtij. Ky është i yll, ky që ka mundtu. Po këneta e atij të mosozotshmit që ka mbetur atje, edhe që lufton thjesht dhe vetëm për veten e tij. Dhe mban peng një forcë të tërë politike që lindi si shpresë dhe sot është një kënet e mbaruar. Dhe kënetat mediatike. Dhe për sa i përket gjuhës, ke të drejtë, gjuha shqipe duhet mbrojtur patjetër, dhe ne po bëjmë shumë punë për gjuhën shqipe, edhe në shkolla, edhe në editi që për shembull gjuha shqipe ishte pothuajse hequr nga programi në të shkuarën dhe ne e fuqizuam duke shtuar orët, duke e futur në një nivel të studimit që nuk ekzistonte më. Kështu që
lëri palavrat, thot ky tjetri, leni rrenat, tregohu Miletit program. Ky është me siguri nga ata që janë në efektin e zhurmave të kënetës. Jo me bufin të merresh gjithë ditën. Unë jam i sigurt që ti nuk e do Shqipërinë në BE. Je i sigurt, po nga e ke këtë siguri? Ky është Lë Demi. Nga e ke këtë siguri Lë Demi që unë nuk e dua Shqipërinë Bashkimin Evropian. Nëse unë nuk të doja Shqipërinë Bashkimin Evropian, nuk do e gjoja asnjë sekond nga jeta ime duke u marrë me këtë punë që merrem, edhe lëre pastaj duke dhënë marrë me të verbrit dhe të shurdhuarit nga zhurma e kuave që janë turur këtu, se janë të prekur që unë merrem me bufin. Në fakt, unë nuk merrem me bufin Lë Demi, me bufin merrni ju, që e mbani akoma aty. Jo unë. Unë thjesht konstatoj atë që sheh shumica e shqiptarëve, që në krye të opozitës ashtu quajtur, është një buf kneta, dhe që opozita është e gjitha një tërësi krijesash në një knet të madhe politike dhe mediatike. Kjo është e vërteta. Nuk ka të vërtet tjetër dhe nuk ka falsitet që e mbulon këtë të vërtet. Dhe nuk ka pasqyrë të rreme si me demek programi. Dhe përsa i përket programit që duhet të tregoj unë ti Lë Demi, programin ton e keni parasyve për ditë dhe pa tjetër që do të ta tregoj edhe ty, do t'ja u tregojmë dhe atyre që me demek duan program, po që në fakt nuk kanë iden as se çfarë programi kanë vetë e as se çfarë programi kemi ne, sepse nuk ju intereson. Kjo është e vërteta. Është vetëm një lavazh i madh i trurit kundër meje dhe kësaj qeverie, por nuk ka asnjë problem. Mbete zë kryeministër, thot Dimitri, nga mëngjesi deri në darkë në TikTok, unë TikTok s'kam fare, e kam të mbyllur prej shumë kohësh, kështu që kjo s'është e vërtet. Dhe në FB, ja kaluat dhe tani dëgjoj këtu. Arsyeja pse unë jam në FB edhe tani është pikërisht kjo që po ndodh tani eksaktësisht me ty personalisht, që është detyra ime të komunikoj dhe është pjesë e detyrës time të komunikoj. Unë nuk punoj me kazëm, nuk më kanë caktuar këtu që të hap ndonjë kanal, fjalë e vërtet, që të hap ndonjë kanal me kazëm. Puna ime është pikërisht që të mendoj, që të lexoj, të analizoj, të diskutoj dhe në fund të marr vendime. Kjo është puna ime. Dhe pjesë e kësaj pune është të komunikoj intensivisht, sa më shumë, me njerëzit dhe për njerëzit. Kështu që çfarë është kjo histori tani që jeni bërë kështu, jeni bërë ashtu? Se marr vesh fare këtë histori. O Edo, thot Albania në diaspora. Prapti. Nuk na intereson se çfarë ha, çfarë vesh ti. Po edhe po të interesoj ti Albania në diaspora, nuk është se jam ndonjë atraksion i madh. As në çfarë ha, as çfarë vesh, se siç e shihni, kam nuk e di sa kohë që vesh një bluzë, kam një 10 kopje të kësaj bluze, edhe tuta, siç e shihni. Kështu që nuk është se kanë edhe në çfarë ha, nuk është se jam aq interesant, sepse fare zakonshëm. Nuk na intereson për ty që je kryetar shteti. Nuk jam kryetar shteti. Kryetar shteti është presidenti i Republikës. Unë jam kryetari i qeverisë Albania në diaspora. Nuk kemi besim as tek ty, as tek të tjerët që lehin e gamgizin. Duhet të jesh në Greqi, kam përshtypjen. Si qente rrugë që ka Tirana, faleminderit, po unë nuk le, unë flas. Dakord? Unë nuk le, unë flas. Ti jesh i bindur se pesh nuk ka. Unë nuk jam krejtësisht i bindur se pesh në thonjza nuk ka,
sepse kam përshtypjen që sapo jam duke komunikuar me një prej tyre, që flet pa asnjë lloj frenimi të vetvetes dhe lëshon fjalë që nuk janë të ndenja. Nuk ndikojnë për ne thënjet e thashat, replikat tuaja me sjush. S'ka problem. Ne thjesht bëjmë ndonjë koment për humor, kot me harxhu kohë, po unë nuk kam kohë kot për të harxhu ti Albania në diaspora. Të jesh i sigurt ta merrni atë që meritoni me 11 maj, këtu jemi shumë dakord. Këtu jemi absolutisht dakord që në 11 maj të gjithë do të marrin atë që meritojnë. Këtë nuk e diskutoj fare, sepse në 11 maj është populli që do të gjykojë dhe vendos, dhe populli nuk është as ti as unë. Është diçka shumë më e madhe se sa ti dhe unë, kështu që as nuk e diskutoj fare. Këtu jemi 100% dakord. Në 11 maj secili do marrë ato që meriton nga populli. Dhe pastaj secili do bëj ato konkluzionet që i takojnë. Edhe ti. Të uroj fitore zoti Rama, më serioz, secili tregon veten e vet në shumë mënyra. Ti trego veten tënde. Ti shiko që ke disa punë aty në bashki, unë punët në bashki i kam mbyllur në 2011 e dashur Rozeta, nuk jam kryetari i Bashkisë Tiranës, dhe shumë punë të qeverisë thjesht kanë emrin e nuk punojnë asnjë ditë, këto që hanë në kurisë shtetit dhe popullit të tjerë të bufi knetës, unë i ka tilit e fjalë banale. Dgjoj, Lori Mënjan, unë nuk lë Mënjan asgjë, të gjitha këto janë pjesë të njëjtës gjë, dhe nëse unë flas për bufin e knetës, dhe do vazhdoj të flas patjetër deri në 9 maj, që është dhe dita e Europës, ku është dhe finishi i kësaj fushate elektorale, flas që i bie pragu të dëgjoj dera, se po t'i biesh asaj dere, nuk hapet. Flas për derën e shumë kujt që i verbuar, i shurduar, vazhdon dhe nuk sheh dhe nuk dëgjon që nuk ka një lider. Nuk ka një lider, ka një buf knete dhe nuk është në një hapësirë demokratike politike, po është në një kënet politike. Dhe është një mënyrë metaforike për të treguar se me çfarë kemi të bëjmë, uji i ndënjur. Dhe këtë e tregoi shumë qartë edhe praktika shumë hipokrite, shumë skufe, shumë e pabes e atyre gjoja primareve. Sa demokrat, të cilët besuan se ju erdhi dita që të vlerësohen për atë që janë, u zhgënjyen sepse u përdorën për një propagandë hipokrite dhe u lanë jashtë. Dhe simboli i tyre është fitusi i primareve të Tiranës, fitusi, kryetari i Partisë Kavajës, as nuk e njoh, as nuk kam dyshim që është kundër meje dhe kundër Partisë Socialiste, se s'ka si tjetë ndryshe, por fitoi dhe hodhën jashtë. Doli i pari dhe nuk gjeti dot vend në listë. Por ai është një, po ka plot të tjerë si ai. Dhe këtë kanë kuptuar vajzat dhe djemt e Forumit Rinor Demokratik të Partisë Demokratike të Vlorës,